Studentë mirë shqiptare, qytetarë kulturuar të Europës. Ju kërkoj ndjesë e morën sotën e të mikrofoni, mos bëheni si ata borësit e televizionit. Nuk do ju bezvitni. Por sot kam arsye për njërën ndjesë në përcinë e shtetit, në përcinë të Tiranës. Unë isha atje në Urdhje, ishte gjithçka e qetë. Sigurisht prezenca ime ishte e dytisht, edhe për policinë, po edhe për protestuesit. Policinë kam për disa herë të territorit të përgjithshëm të ketë kujdes. Atje të çojë njerëz të trajnuar. Unë nuk largoha sigurisht në qendrova aty për etik dhe për të gjitha rrethanat që ju kuptoni. Më vonë pas televizion. Ishte një dhunë jo proporcional. Domethënë jo e parabartë në gjuhën e popullit ta kuptojnë. Policia te kaloi kompetencën. Ishte një lloj dhune e pa justifikueshme. Vezët nuk janë asgjë. Ne kemi parë ditën parë George Bushin, ish presidenti, që një person t'i brenda e goditi me kuc. S'noti asgjë, e morën me një që njerëzore. Këtu nuk janë ata që erdhin në forma monitor. E kam thënë kaq herë. Janë qytetarë, janë rini e kulturuar, sigurisht. Po 32 ditë, policia është stresuar, qytetarë janë stresuar, s'po lëviz asgjë, dhe pastaj te kaloi situata. Gjendja është e tillë, është një rezervuar i madh ujë, gjigant. Dhe mjafton të rrihet diçka dhe pastaj s'ka sot që të dallon. Unë e di shumë mirë vështirësitë e policisë. Policia e shtetit është nga më diskriminuar në 36 vjet. E keq përdorur në mënyrë makabre nga dy forca politike. Është filluar me Partitë Demokratike Liberishën në 96. Policia u ndesh duke rrahur protestuesit, kundërshtar politik, për zgjedhjen e përgjithshme. Në 97 u hapën dyert e depave. Policia përsëri në grupin e pushës të kriminalëve. Vazhdoi pafund. Ishte 1 janari. Po ashtu me vrasje përballë me popullin. 13 vjet ky e ka përdorur policinë e shtetit si kishte rrotull. Sklever, i ka tandisin në bredet duhet ngritur shesllorët dhe qelburat të tregtarëve. Dhe mos harroni, në 36 vjet janë vrarë 300 policë, jem nënash. Janë vrarë për hipën e tyre të qelbur. Për ta bastardë. Ata janë vëllezërit tanë, janë çajo djemt tanë, vëllezërit tuaj. Janë njerëz, ju japi detyrë sigurisht. E prorët e të remaj përgjithësi për mënyrën se si mund të sillen me njerëzit. Sepse janë në kushtet e vetë mbrojtjes. Mos harroni që ndeshën me krimi, me kriminalët, me banda, dhe duhet i mirë kuptojmë. Dikush që para ty e të synoi policën ta hidh kapelen, shkova atje, ai ishte me probleme. Kështu vëllezër, mos i shojnë, nuk janë armiq. Janë njerëzit tanë. Vetëm kështu mund të ecën. Nuk janë ata shkaktarët, dramat i shkaktojnë politikanët. Sali Berisha atje, në mënyrë që ka filluar, edhe Edi Rama i dyti, Merdi Lakurit këtu. Kjo është piga ime, mos harroni. Një qeveri e korruptuar ka mbritur deri te Akademia e Rendit. Janë helmuar 2 herë, bjem të nënave, nga korrupsioni tender korruptiv. I shojnë drejt vdekjes, dhe ma përgjithësi ky është koka. Ky është koka, peshku qelben në koka të popullit. Kam reaguar dje dhe mora informacion që territori përgjithshëm pas kam në masa. Ka patur restorante dikur për të shtetit, ka filluar në duket, dhe bëjnë shumë mirë mos marrin ushqime të paketuara. Se janë njerëz, se vinë me barkun bashkë, i bi shumë mirë, me rroga të ulta, me një shishe ujë në protesta, ta dini këtë gjë, që pa e themu dhe është e vërtet. Atëherë së një që tjetër. Ne nuk harrojmë që ka ndodhur, ne jemi optimist. Dhe do vi dita, s'do jetë e largët, po blet rrugët botës, kërkon hapësirë të harrojmë këtu situatën. Askush s'ka fajin shpresori, ndaj me një zërë atë korin e famshëm që keni ju. Ramanburg! Rrëfë demokracia, rrëfë liria, rrëfë Shqipëria. Nuk ju me shkishmo, ka dini.